Aliu radiallahu ta'ala anhu tek pejgamberi alayhis salam dhe i thot: "O pejgamberi i Zotit, si lutemi nëse kemi borxhe?" Tha profeti i Zotit alayhi salatu wassalam: "S'ka njëri që ka borxhe, është i zhytur në borxhe dhe thot: Allahumma aghnini bi halalika an haramik wa bi fadlika amman siwak." O Zot, o Allah, o Zoti im, më pasuro me mirësitë tua ndaj gjërave të ndaluara. O Zot, le të jem borxhli vetëm ty për mirësitë që ti më jep dhe mos të jem borxhli ndaj të tjerëve. O Zot, më pasuro me mirësitë dhe begatitë tua dhe mos më lër që të bie në haram, në gjërat e ndaluara. O Zot, më lër që të jem borxhli vetëm kafshë teje dhe mos të jem borxhli kafshë askujt përveç teje. Thot profeti, edhe nëse do të kesh borxhet sa malet, Zoti do të ndihmoj për të shlyerë këto borxhe. Pra njeriu ja ka bërë llogarinë dhe i ka pas bërë hesabet se si do të shlyejë borxhet, dhe e dyta ti lutet vazhdimisht Zotit me këtë lutje: Allahumma aghnini bi halalika an haramik wa bi fadlika amman siwak. O Zot, më mjafto mua me të lejuarën, më jep halalin, më ruaj nga harami. O Allah, o Zot, më jep halalin, më ruaj nga harami dhe më mjafto ti me mirësitë tua dhe mos kem nevojë për bekimet apo për mirësitë apo për bujarim e krijesave.